Vetëm dua të bëj një sqarim të thjeshtë, ka vetëm një arsye pse Shqipëria sot nuk është në Europë, dhe ajo është qeveria. Nëse do të tregoj vullneti politik minimal për të bërë luftë ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar, sot Shqipëria do të ishte në Bashkimin Evropian. Jo vetëm kaq, por Edi Rama ka arritur deri në atë pikë sa ka çuar dhe email për ndalimin e fonteve të KFV-s, që janë fonte të cilat Gjermania ja sjell Shqipërisë, nuk janë fonde që i çon Shqipëria Gjermanisë. Pra ky po kërcënon Gjermaninë që unë nuk do t'ju marr më para. Do të thonë është një çmenduri dhe gjithë kjo çmenduri bëhet vetëm për të mbrojtur interesat korruptive të Ramës dhe Belinda Ballukut. Pra është një situatë alarmante. Po ju them, ju garantoj në ato vizita nuk liheshe vend për pikpyetje që ka një mbështetje jashtëzakonisht madhe për shqiptarët dhe Shqipërinë që të integrohen sa më shpejt në Bashkimin Evropian, duke plotësuar kriteret minimale. Po i bëhet, madje mund të themi që po i bëhet një qok Shqipërisë, se po i kërkohen vetëm këto dy kritere minimale, luftën kundër korrupsionit. Dhe ajo çka ishte shumë problematike për ta në diskutimet tona, është mos respektimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese. Dhe forma se si sot po drejtohet parlamenti, ku janë hequr të drejtat opozitës, që nuk po bëhen komisionet hetimore, që po ndryshohen rregulloria në mënyrë të njëanshme. Pra të gjitha këto ishin problemet kryesore dhe zonja Tabaku me zotin Bardhi patën madje edhe takime të tjera me Komisionin e Integrimit, ku patën një diskutim të gjerë në lidhje me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe ajo çfarë mund të themi shkurtimisht është që pengesa e vetme që ekonomia shqiptare të shkrojë drejt Europës, që Shqipëria të integrohet në Europë, është Edi Rama. Ajo çka ishte dhe më e rëndë është fakti që Edi Rama bashkë me Aleksandar Vučićin kanë publikuar në mediat gjermane një artikull të përbashkët, duke lidhur Shqipërinë me Serbinë që ne s'kemi asnjë lidhje, duke lidhur Shqipërinë me krimet e Serbisë që ne s'kemi asnjë lidhje, ne jemi popullin ndaj të cilit Serbia ka bërë krimet, dhe e gjithë kjo bëhet vetëm për një arsye, për të fshehur të vërtetën dhe realitetin që në Shqipëri po bëhet kurban për interesat korruptive të Edi Ramës, për interesat korruptive të Belinda Ballukut, po bëhet kurban integrimi i Shqipërisë në Europë, po bëhet kurban dhe ekonomia e qytetarëve shqiptar. E qartë. Zotë Balliu, kemi shumë të rëndësishme për të folur në fakt gjërësisht ditën e sotme për protestën. Ne po flasim për këto gjëra që pa diskutim lidhen me mënyrën se si po trajtohet kjo protestë dhe problematikat kryesore të vendit që pa diskutim është edhe integrimi në Bashkimin Evropian, që për qenë sinqert ne nuk e meritojmë në këtë fazë që jemi, duke qenë se gjitha raportet janë skandaloze dhe ne kemi diskutuar së bashku. Jo, ne meritojmë të jemi në Europë. Nuk mendoj që e meritojmë. Dhe Gjermania dhe Europa do që Shqipëria të jetë në Europë. Po si do ta meritojmë kur ne nuk kemi funksionimin e institucioneve drejtësisë? Ne nuk futemi dot në Europë për shkak të korrupsionit të Edi Ramës. Jam shumë dakord, por kjo gjë do marrë shumë kohë. Kjo nuk është faj i Shqipërisë apo i shqiptarëve. Ky është përgjegjësia e Edi Ramës. Qeverisë, pa diskutim. Kaq, është edhe nuk ka qeveri. Është për të rënë kjo qeveri. Dhe nuk ka as qeveri. Është Edi Rama. Për të rënë kjo qeveri. Tani, thon të gjitha këto që diskutuam në lidhje me Gjermaninë, zgjedhjet neve nuk na vinë nga ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët janë të qartë se çfarë po ndodh. Pra të paktën në këto takime ajo çfarë kuptuash janë të qartë se në çfarë situate është Shqipëria, por zgjidhjet duhet vinë nga ne. Tani ne nuk mund të presim që për çmimin e naftës 214 lek litri sot, që është diku tek 2.23 euro, të çohet Europa në protestë. Jo, do të çohemi ne për çmimet tona. Do të ngrihen qytetarët. Po a keni besimin që qytetarët shqiptar do të ngrihen, se ne kemi parë çështje shumë të rëndësishme, zoti Balliu, nuk është hera e parë që ngrihet çmimi i karburanteve në vendin tonë dhe e njëjta qasje ka qenë edhe më përpara. Ka kaluar çdo limit. Në Shqipëri sot është 2.23 euro, në Itali që kanë 3 herë rrogat tona është 2.04 euro, ajo që është super